Ai që do të vijë në vazhdim në rubrikën personazh, është njëkohësisht personazh dhe autor e kreator i kohrave të lavdis. Zonja dhe zotri, para jush, General Lejtnant Sulejman Selimi. Mirëmbrëma General, mirë se erdhe. General, kej duar trokitjet për ju. Mirë se erdhe, urnëm i karrikën tuaj. Zotri General, mirëmbrëma dhe mirë se erdhe. Mirëmbrëma më që gjete. Si jeni? Mirë, mirë. Që kemi nga FSK-ja, nga ushtria jonë? FSK-ja gjithmonë në gashme, është duke kry detyrat e veta, është duke punu me standardet natës, dhe shumë shpejt pritet që ti merë përgjithësit cilat i takojnë. Gjithmonë të kanë njohur fjalë pak, por autor dhe kreator të veprave të një mendta. Neve gjatë kësaj jave, kur kemi kontaktuar me ju se do t'ju kemi mysafir, e kemi shqyrtuar, kemi regjistruar diçka nga jeta juaj. Gazetarja jonë Saranda Uka ka bërë një kronik, le ta ndjekim bashkë. Komandanti i Forcës së Sigurisë së Kosovës, General Sulejman Selimi, i njohur si Komandant Sultani, nofke cila nuk ishte rastit për të, meq si shtregojnë bashkëfshatarët e tij, nofkën Sultan General Selimi e mori nga gjyshi i tij, i cili me përktheli e thirrste kështu dhe siç duket, parashikimet nuk e gënjën gjyshin, meq gradat ushtarake të zotit Selimi janë rritur në vazhdimsi. Të jesh ushtarak dhe i karakterizuar me një natyrë të butë nuk është shumë e zakonshme, por ja që kështu të paktën thuhet për komandantin e Forcës së Sigurisë së Kosovës, General Sulejman Selimin. Për mësuesin e tij, General Selimi ka qenë fëmijë shumë i dashur, i shoqëruar, shumë human, por i karakterizuar me dashurinë e madhe për futbollin. Kë ka pas babën në Gjermani dhe një kohë ka shku atje, kur ne kemi mbet pa tarla personale, ka shku atje në vizitë të babaj vetë dhe i kishtë edhe një shumë të hëllash për mi pru klene dhe ato orën e ka pru këtu neve dhe i keshë përdate gjithë mësuzve, dikun ka 20 marka për të gjithë. Me superlativ për zotin Selimi flet edhe njëri prej arsimtarëve të tij, megjithëse ai na tregon për një gënjeshtër të vogël të bërë nga generali në kohën kur ishte nxënës. Kur nuk i kishte kryer detyrat, një herë më kujtohet, tha se i kom harruar, po ai si kish pas kry heq. E vërtetova herën tjetër që si kish pas kry. Edhe pse arsimtari insiston se ajo ka qenë vetëm gjendshmëri e siç thot ai sultanit. Ishte një gjatoni e tina se atëherë ishin dhe reforma jo sikur tash, po kishte edhe mosa tjera ndëshkuese. Sulejman Selimi ishte njëri prej themeluesve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, por sipas shokut të tij, për këtë gjë ai fliste me shumë rezerva. Duke qeshur na ka thonë që është një diçka që duhet të bëjmë gjithë, por jemi ne tri, kemi njerëz para neve, kështu që në detaje kur nuk na ka, kështu mahallësisht nuk na ka dhënë për shkak të sigurisë, sepse ka qenë një kohë shumë e vështirë. Duke qenë pjesë e ushtrisë çlirimtare të Kosovës që nga fillimet e saj, General Sulejman Selimi ishte njëri ndër bashkëpunëtorët më të afërt të komandantit Adem Jashari. Guximi dhe përkushtimi i tij për lirinë e vendit bëri që të jetë komandant i zonës së Drenicës, për të vazhduar në vitin 1999, ku zgjodh komandanti ish ushtrisë çlirimtare të Kosovës, po ashtu ka udhëhequr për gati 3 vite trupat mbrojtëse, ndërsa tani vazhdon aktivitetin e tij si komandant i Forcës së Sigurisë së Kosovës. Zoti General, tërë dorë trokitjet për ju, për luftën e lavdishme të ushtrisë lirimtare të Kosovës, pjesës e cilës keni qenë edhe ju. Jemi në këto ditë të festës, së epopes së lavdishme të ushtrisë lirimtare të Kosovës, epopes së lavdishme të familjes Jashari. Po bëhen 13 vite nga ajo luftë e lavdishme, nga ajo rezistencë. Por ju, kur e keni njohur për herë parë
komandantin legjendar Adem Jashari. Komandantin legjendar Adem Jashari kom pas nderin tani shumë herët, vitën 90-91. Kryesisht, fillimisht i kom njoftë shoqëninë e tij, por masi është sulmin e parë që ka pas në familjen, kryesisht lagja Jashari. Ka shku shumë shokë ndihmë dhe njëkohësisht këtë periudhë ka shku edhe agja e Mbesel Selimi, cili edhe përshëndes. Ai në këtë periudhë është lagu shumë rënë. Kjo është viti 1990, në dhjetor. Po, në dhjetor. Dhe prej asaj periudhë, ma kemi qenë çdo herë bashkë. Kom pas rastin që njihem edhe të bashkëveproj bashkë me ta, po edhe me shumë shokë të tjerë. Kështu që është nder për mua, edhe pse kom qenë i ri në këtë periudhë. Ka qenë periudha më e lavdishme, më e ndritshme e jetës time deri në rabin e tij deri me 5 mars. Zoti general, është folur shumë për luftën e ushtrisë lirimtare të Kosovës, për betejat e madhërishme, në për të cilat ju keni marrë pjesë. Në këto beteja, që kanë qenë shumë të pabarabarta, a keni menduar ndonjëherë se gjithçka mbaroi, bashkë edhe me jetën tuaj, për shembull në momente shumë të vështira kur keni qenë i rrethuar apo në momente tjera? Lufta asnjëherë nuk është e mirë për asnjë popull. Mirë për neve na imponu një gjë të tillë. Kam pas nderin që të jem bashkë si shumë proceseve, por fillimisht me grupe të vogla, atëherë duke vazhduar edhe në përgatitje më të mëdha. Ka momente ndryshme, ka momente çdo herë që je rrezikon jetën, e kitë rrezikon me jetën. Nuk kisha me potencu, ndoshta një ose dy, ka shumë momente të cilës shpeshherë ndin veten njëre të pasigurt. Një moment ose dy? Më të them, një moment ishëm duke udhëtu bashkë me generalin tash, o sekretarin Sami Lushtaku, me Ilas Kodrën, komandant e brigadës cili tash dëshmor. Ishte bashkë me ne edhe një hoxha, me pseudonim, dhe ishëm me makinun e isha duke vozit, duke nga makinës, mas me ishte prapë disa kolegë tjerë, disa ushtarë të cilët dy ishin Drenicës, dy tjerë ishin të Drenovësit Malisheves, të Rahovecit Fundukët, dhe ishëm duke shku me marrë armë. Në atë mbrëmje kishte qenë post blok, ne se kemi ditë, edhe duke shku në prit. Në prit. Po, edhe ishte apresia shumë e madhe. Mirë po fati edhe gjithshmëria dhe ju në gjithë kolegëve tonë që ishëm bashkë. Është bukur vështirë me spjegu në detale. Sot më tha fëmijëve ose dikuj është vështirë me tha që kemi pështu me në qërë se spjegojmë ashtu. Pastaj ka momente ndryshme, ka momente tjera, kur për shembull në ofenzivën e shtatorit 98, forcat serbe veç fillon në përgjithësi në tërë Drenica, filloi duke ngushtuar rrethi, pozicionet tona fillon duke ra për arsye objektive, kishëm armatim jo adekuat me menaxhme automjete të cilët ishin forcave serbe. Më kujtohet në rast pas luftimeve 2-3 ditë të cilët e kishëm bërë bashkë me kolegë, fillon të hargjohet municioni. Këtë rast, afër me mu ka qenë tash dëshmori Komit Amni Zhabota, cili është vrarë atë ditë, dhe pasi u hargju gjithë municioni, fillova me tërhiq kolegët e mi prej pozicioneve, po në meta deri në fundit, filloj më ngushtu rrethi, edhe më kujtohet, vetëm një herë e kom përmend për, kujtohet një nip i fshatit ka qenë Abiti, dhe tash është policë në forcat. Në policinë e Kosovës? Policinë e Kosovës, në forcat speciale. Dhe ai ka ardhur vetëm, ai ka ardhur prapë, që ka ndodhur me mund dhe e di si mjegull kur jemi tërhiq, ka qenë afër tankset, ka qenë ushtria e tyre, jemi largu prej atij pozicioni.
Zdarë kom vështirë të flasë për veten, por asnjëherë se kom thonë kështu, po më duket vetëm një herë kom shkruar një intervistë. Sigurisht një ditë, megjithatë do të